Grekët mbyllën me 7 orë pikën e kalimit kufitar të Kavshticës duke paralizuar krejtësisht kalimin e shtetasve shqiptar, por edhe të mallrave nga kjo pikë që lidh vendin tonë me Greqinë. Në qoftë se ditët e tjera ka pasur një mbyllje prej 2 orësh të martën e kësaj jave, pika kufitare e Kavshticës ka ulur traun për 7 orë, gjë e cila ndodh për herë të parë që nga nisja e protestave të fermerëve grek në anën tjetër të kufirit. Autoritetet tona kufitare thanë se edhe një herë tjetër pala greke ka njoftuar vetëm 30 minuta para nisjes së protestës së fermerëve, duke shkaktuar anomali në pikën tonë kufitare. Në Kavshticë, krahas mjeteve që kanë mbetur në radhë, kësaj radhe ka edhe autobus të linjave ndërkombëtare që nuk kanë pasur asnjë informacion për vazhdimin e protestës së fermerëve. Autoritetet tona të kufirit ju kanë kërkuar homologëve grek të njoftojnë një ditë para nisjes së protestave, kërkesë që vështirë të plotësohet, pasi edhe vetë policia kufitare e Greqisë, gjithnjë sipas policisë son, njoftohet me shumë vonesë.